Përshëndetje miq, ja dhe buka e thekrës, është buk pa glutine, me që më shkruajtë të Qoeli nuk na i tregove, thash hajt mo, po e tregoj jo se nuk kam punë, jam gjitur 20 herë ke shkallat, 20 herë kam zbritur, janë duke rregullu rrobat se na erdhi dimri. Ky është mielli, e ja ku keni dhe pakon, fotografojeni mirë, është shumë miell i mirë. Unë këtë e bëj pothuajse javë për javë. Në një tasë hedhim 500 gram miell, kurse për ujin e fermentuar i hodha gati 480 ml ujë të fermentuar nga kumullat, sepse ky lloj mielli do më shumë ujë, domethënë duhet të jetë i qullët. Herë të tjera unë e kam bërë dhe me arra, me bajame, i ra shkurt. Pak e nga pak i shtoj ujin, duke e përzier, i hodha një lugë gjelle kripe, jo më shumë dhe e lajmun i lash gjithë natën, si shikoni të dyja, si atë me miell normal, edhe këtë, shikojni tani konsistencën, e hodha në një stampo të lyer me vaj ulliri dhe e poqa për 50 minuta me 230 gradë sot mëngjes, duket edhe video që nuk është shumë e bukur, si ishte errësirë akoma. I poqa para se ti kisha në punë, e preva sot me gjithmonë fantastike foteli. Unë këta e pres, gjysmën e fus në ngrirje, feta të bështjell me letër transparente dhe me gjithmonë t'ja vlen. Ju përshëndes, ciao.